Përshëndetje për gjithë, sot do i prezantoj këtë tigan elektrik me kapacitet 6 litra dhe fuqin 1500 watt. Mund të përdoret për një gamë të gjerë ushqimesh. Njëra ndër to do jetë receta që do i prezantoj sot, petullat të shpejta. Në këtë tigan mund të përgatisim shumë lloje të ndryshme të gatimeve, qoftë të skuqura, të ziera apo mbi ovull. Për çdo lloj gatimi mund t'i rregulloni temperaturën në rregullatorin që ka tigani. Në anën tjetër përgatisim recetën, tundim vezët, hedhim kosin, kripen, shtojmë mielin të përzierë me pluhur pjekje, brumin e përzim dhe lëm të pushojë 10 deri në 15 minuta. Ndërsa në tigan fillimisht rregullojmë temperaturën, pastaj hedhim vajin e bollshëm, brumin e kemi kaluar në shiring, petullat i hedhim në këtë mënyrë në vaj, i skuqim për disa minuta nga të dyja anët. Sipër mund të shtoni sheqer pluhur. Këto ishin petullat e shpejta të përgatitura në tiganin elektrik. Për ju që dëshironi ta keni këtë tigan në kuzhinën tuaj, mund ta bëni porosi në faqen Blej për kuzhinë.